si ka qenë Divjaka, me sa duket ka qenë qendra, po pastaj krijoi një shqetësim dhe një farë paniku në gjithë opinionin publik, apo jo, se sjell në mendje gjëra që kanë ndodhur edhe në të kaluarën, apo jo, Xhemil? Të përshëndes nga gjykata shkallës parë e jurisdiksionit të Firit mbas një seance maraton prej 6 orë gjysmë që ka nisur që në orën 8:30 të mëngjesit të sotëm deri në orën 15, pasi trupi gjykues ka dhënë dhe masat e sigurisë për 6 të ndaluarit për mashtrimet online për fitime parash që bazën e ka patur në Divjak dhe në Lushnjë. 4 persona do të jenë me arrest me burg, 6 jeditor të kufizuar, ndërsa 2 kamarierët me detyrim paraqitje derisa prokuroria të sjelli fakte të reja për 2 kamarierët. Kanë qenë masat e sigurisë që ka dhënë trupi gjykues me gjyqtar Genci Bushon, ndërsa prokuror ka qenë zonja Jonida Allushi. Pasi janë marrë në pyetje si të akuzuarit, ashtu edhe avokatët mbrojtës të tyre kanë pohuar se këto skema mashtrimi kanë qenë prej më shumë se një viti që ishin të aktivizuara në qytetin e Divjakës dhe të Lushnjës, ku nga hetimet kanë qenë rreth 580 persona në Divjak që ishin të implikuar dhe kishin marrë pjesë në këto skema. Gjatë marrjes dhe zhvillimit të seancës gjyqësore ditën e sotme, jashtë ambienteve të gjykatës kanë qenë shumë familjar të shoqërorëve të cilët nuk kanë pranuar që të flisin për median, përveç e Jema dhe Tezja e një kamarieri të cilat pohuan se nuk e dinin që ishin skema piramidale, skema mashtrimi. Bile, tha e Jema, unë i kam thënë vetë djalit që ato lek që ke rreth 1 milion lek meri futi dhe fitimet që do marrësh prej tyre shpenzoj për veten tënde, i kishte thënë ajo djalit. Gjithsesi, gjatë zhvillimit të seancës së ditës së sotme, marrjes së provave në shqyrtim nga ana e prokurorisë, si dhe e trupit të gjykues dhe marrja në pyetje që i është bërë të ndaluarve dhe avokatët të mbrojtës, është marrë si përfundim për 4 prej tyre të jetë masa e sigurisë arrest me burg 6 jeditor, që është për Arber Çelën, Emanuel Tabaku, Emanuel Taullaj dhe Flavio Muka janë 2 kamarierët që janë me detyrim paraqitje derisa prokuroria të sjelli fakte të reja për 2 kamarierët. Ndërkohë që Arber Çela, Marius Kodra, Brunilda Todi dhe Brunilda Ndini janë 4 personat e tjerë që do të jenë me arrest shtëpi, me arrest me burg me afat 6 jeditor. E qartë. Po ndërkohë, një pyetje të fundit kam